Një grup të rinj shmbollën sot në parkun e Tiranës 100 pishat e para si fillimi një nisme qytetare për të mbrojtur mjedisin. Këta të rinj u bashkuan vullnetarisht në lëvizjen Mbill pemën tënde, duke paguar secili nga $4 për mbledhjen e një fidani. Por sapo e njoftuan nismën e tyre në rrjetet sociale, atyre u bashkuan 10 qytetar, që treguan ndjeshmëri të madhe për mjedisin dhe deri tani janë bler mbi 600 fidane. Korrespondenti ynë Iliriana Golli njofton nga Tirana. Një grup qytetarësh të Tiranës nga mosha dhe profesione të ndryshme mbollën sot 100 pisha në parkun e liçenit artificial. Ky është vetëm fillimi i një nisme të veçantë në mbrojtje të natyrës me titull Mbill pemën tënde. Grupi nismëtar nisi gjithçka rastësisht për të marrë pjesë në rregullimin e mjedisit në kryeqytet, por lajmi u përhap me shpejtësi në rrjetet sociale dhe befas ata pa një interesim shumë të madh të qytetarëve për këtë veprimtari që i ka tejkaluar deri tani në 3 herë parashikimet. Ideja ishte që mund të arrinim diku ke 200 si numër, po për një muaj kemi arrit gati 600 pemë. Vetëm nga rrjeti shoqëror, nga njerëz që njihen, miq që rrim çdo ditë, do thonë që kanë mbjellur pemë edhe për familjarët që nuk kanë ardhur. Dhe koncepti ishte për me pas një pemë tënde që ti kujdesesh e ta shohësh edhe periudhën që kjo pemë rritet. Mbill pemën tënde është një aksion ku njerëzit marrin pjesë vullnetarisht me një pagesë $4 për të blerë një fidan pishe që e mbjellin në zona të ndryshme të Tiranës. Shumë prej tyre janë mbledhur menjëherë me një njoftim të thjeshtë në rrjetet sociale dhe kanë blerë nga 1 deri në 6 fidan secili, duke shfaqur një ndjeshmëri të lartë për mjedisin dhe për bashkëpunimin në komunitet. Është kriju faqja në internet diku nga data 11 janar, para një muaji domethënë. Dhe ajo ka qenë jashtë mase punë, le të themi që na ka ndihmuar për shpërndarjen e lajmit të eventit, që të veshin gjithë njerëzit në ndjenjë. Ka patur edhe njerëz që nuk kanë ardhur fare, por kanë dërguar një person tjetër me listën e emrave që dua 4 pemë për familjen time. Nisma po mbështetet nga Bashkia e Tiranës, por kjo është ndër të paktat raste të reagimit spontan qytetar të panxitur nga interesa gjithfarllojshë. Njerëzit po japin me modesti ndihmesën e tyre për mjedisin dhe po gjelbërojnë qytetin me mbjelljen e shumë pemëve pa tendera dhe pa procedura ligjore të ngatruara. Ne jemi shumë aktiv në botën e mediave sociale dhe që kur dëgjuan për këtë lloj aktiviteti, morën përsipër një zërasi, mbështetjen e saj, që gjithë secili brenda nesh të ketë një pemë. Domethënë kompania, ne kemi porositur 15 pemë, kemi kapur këtë këndin këtu dhe jemi shumë të kënaqur. Nga të cilët 13 janë të kompanisë, 2 është një për djalin dhe një për vajzën time. Lëvizja ka edhe një numër llogarie bankare të përcaktuar për blerjen e fidanëve, por shumë prej veprimtarëve kanë blerë dhe kanë kërkuar të mbjellin më shumë se një pemë për vete dhe për pjesëtarët e familjeve. Madje shumë vullnetarë të tjerë kanë kërkuar që të mbjellin pemë në kujtime dhe të familjarëve dhe personaliteteve të ndryshme kulturore që nuk jetojnë më. Kështu numri fidanëve nga 100-200 rënj që u menduan në fillim tani ka shkuar në mbi 600 fidan. Tani sa më shumë nga këto iniciativa do donim në të ardhmen, pasi jo vetëm te liçeni, se liçeni është park i madh që ka shumë gjelbërim, po ka dhe zona tjera afër spitaleve, afër shkollave. Mendoj që është i ndotur, edhe me sa kam dëgjuar nëpër lajme dhe besoj që këto iniciativa do ndihmojnë sadopak në pastrimin e ambientit. Interesimi i madh i qytetarëve për të mbjellë sa më shumë pemë për krah këtyre të rinjve e shtyu edhe Bashkinë e Tiranës të i kërkojë zona të tjera për gjelbërim në dispozicion të tyre. Nismëtarët mendojnë që këtë radhë të përqendrohen në Tiranë, por më pas do të dalin edhe jashtë saj që të pyllëzojnë zona ku kanë rënë zjarre, në malin e Dajtit dhe në malet të tjera, po ashtu edhe në zona ku ka gryerje të ujrave dhe rrëshqitje të kodrave. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli, Tiranë.